Përshëndetje të dashur miq të Florida Shqiptare TV. Jemi këtu sonte në emisionin e zakonshëm Zëri juaj, historia juaj me një mysafir shumë të shquar, i cili është poet, shkrimtar, shkrues këngës, edhe për më gjatë do ta njohim vazhdim. Zoti Gerti Mullaj këtu me ne. Gerti, faleminderit. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit shumë. E vlerësoj. Mirë se erdhe. Do të ishte me interes për gjithë neve të të njihnim pak më tepër kush është Gerti. Patjetër. Siç e shikoni, prapa nesh kemi një pamje. Dhe kjo quhet në Pogradec lagja e Toplecit, dhe pikërisht është vendi dhe lagja ku unë jam rritur, kam lindur dhe jam rritur dhe jam shkolluar. Dhe është një lagje për të cilën do flasim në vijim, po tani le të fokusohemi pak te vetja ime, kush jam unë. Pra, unë kam lindur në Pogradec, siç e thash, jam arsimuar dhe shkolluar atje. Gjithmonë jam pasionuar pas artit, pas të bukurës, pas leximit, që i vogël kujtoj që i mat nuk më blinte dhurata për vit të ri, sa vit në ri kishim atëherë edhe për ditëlindje ndonjëherë, po nuk më blinte lodra, po më blinte libra. Kështu që u fokusova, nuk e di pse, më hyja në botën e librave, në fantazinë e tyre dhe fantazoja dhe edhe sot e kësaj dite kam një fantazi tepër të shfrenuar gjë për të cilën jam krenar, sepse ndikon drejt për drejt në lumturinë time, sa ndoshta po bëjmë dhe pak filozofi tani. Edhe pasi u arsimova në 8 vjeçare dhe në shkollën e mesme, por duhet theksuar që gjatë periudhës së shkollës 8 vjeçare, gjithmonë isha protagonist në të gjitha aktivitetet që bëshin në shkollë. Domethënë, isha unë ai nismëtari që bashkëpunoja me mësuesen e letërsisë për të bërë aktivitete qoftë sportive, kulturore, me poezi, dhe do bëja dhe konferencierin që i thoshim në atë kohë prezantuesin, do konkuroja, kisha qejf të fitoja, domethënë e kam patur që i vogël interesin ndaj artit, ndaj të bukurës, ndaj jetës. A keni shkruajt në ato gjatë 8 vjeçares? Në 8 vjeçare arti unë atëherë ka qenë pak e vështirë, se ka qenë dhe koha pak ndryshe që ti t'i japeshe prindërve që shikose unë di të bëj poezi, dhe shkruaja tek tuk në një poezi dhe pasaj e fshija diku. Por, vlen të theksohet gjithashtu që isha shumë i mirë në artime. Thot i quajnë ese, në atë kohën ishin artime, dhe zysha ime e letërsisë gjithmonë më motivonte dhe më theshë, mos shkruan diçka, edhe nuk pa ke treguar sa isha vërtet, si pasaj isha vërtet shumë i mirë në bërjen e artimeve. Dhe pasaj jera vazhdoi, gjithmonë i lidhur pas qytetit tim, nuk ka besoj Pogradectar që nuk e do qytetin e tij. Çdo person do qytetin për katës, po nena duket sikur qyteti jonë është më i bukur. Vërtet, është i bukur. E vlerësoj. Qytet që të frymëzon. Patjetër. Një xhiro buz liçenit, ose nejte me buzgjoli, ose nga parku, ose nga Topleci, ose ke plot, mund të shohësh në Trilon. Unë nuk e di, po sa herë që më mund të frymëzimi. Nëse i ka ardhur ky emri Topleci, kam qenë kurioz, nuk ka lidhje me Topless, no. Po ndoshta dhe mund të kenë qenë ndonjë turist anglez atë kohë. Doli një grua Topless edhe ti ngeli ashtu. Okej. So unë do ta them si e di, edhe unë nuk e di shumë mirë. Toplec ardi me sa di unë është një toponim slav. Nuk e di, ndoshta në kohën e pushtimit slav, se slavët erdhën deri në Pogradec dhe Migjer, edhe do të thot uji ngrohtë. Okay. Nuk e bëjmë do të lidhje, sepse uji i Toplecit është i rrjedhshëm dhe vjen nga mali dhe është shumë i ftohtë. Mirë, po fakti është që në dinin time të më falin Pogradectarët edhe qytetarët e mi qoftë se gaboj, po unë e di që për përkthimi i fjalës Toplec është uji ngrohtë. Edhe e rëndësishme është toponim slav, që unë mendoj që gjithë toponimet slave në zonën Pogradec, Skorcën e kemi shumë, duhen hequr. Të kaluar pasaj të vetja ime sërish, gjithmonë kam qenë një tip shumë i ndjeshëm, si që thash më pëlqente e bukra, po edhe, si të thuash, trishimi herë pas here më kapte. Kështu që me jetën në vazhdim, krijova shumë shoqëri, ishim një dorë shumë e mirë çunash, që ishim të gjithë pa pleshim Pogradectar.
Kështu që pak a shumë në bija të përgjithshme kjo është. Edhe gjimnazin e mbaruan në Pogradec. Po, gjimnazin e bera në Pogradec. Pastaj shkollën e lartë. Po, këtu ka një histori në fakt. Prindërit e mi insistonin që në atë kohë që mund të vija në Amerikë për të bërë shkollën e lartë, mirë po nuk doja. Sepse doja të isha aty ku ishin shokët e mi. Dhe normalisht ndoqa shokët e mi, u pozicionuam në një shtëpi bashkë, që ndanim Tiranë, vazhdova studimet për gazetari, 3 vjet, dhe pastaj u ktheva në Pogradec, dhe gjatë kohës që punoja për gazetën Metropol, edhe gazetën Shekulli njëkohësisht, u bëra korrespondent, sepse doja që masterin ta bëja në Korçë. Dhe për Korçën kam një debules shumë të madhe, sepse babajin e kam në origjinë nga Korça, nga bolli Korçës. Mirë po, e kam përqyer Korçën gjithmonë, kështu që vazhdova studimet për mësues gjule dërsie, master. Masi mbaruat gazetarinë, bot masterin për gjule dërsie. Për profesor gjule dërsie për shkollën e mesme. Për shkollën e mesme. Domethënë masteri ishte për mësimdhënie, edhe në Korçë kam kujtime shumë të bukura. Pastaj mbarova masterin, si gjithë të rinjtë e tjerë, u mundova që të shkoja të punoja në Tiranë. Edhe po, gjeta u punësova në Tiranë, pata 2-3 oferta në fakt, sepse mora pjesë për intervista, më intervistuan dhe kisha mundësi për të zgjidhur. Dhe zgjodha të punoj përsëri për Shekullin, në Koçë Kodima. Punova për 5-6 muaj, merresha me kronikën e zezë. Te gazeta apo te Te gazeta. Te gazeta shkoja mëngjes për mëngjes te gjykata e krimeve të rënda, te gjykata e apelit, domethënë ku kishte problematika, ku ndodhnin fatkeqësisht plagosje, vrasje apo vjedhje, isha vetëm reportues apo edhe investigativ? Vetëm edhe investigoja. Ishte në natyrën time, kisha shumë qejf të investigoja. Dhe ishte punë e bukur, ishte punë që të ngjallte interes, ishte gjithkohon në tension, përfshihesh edhe ti sikur ishe një pjesë e tyre. Por problemi ishte që nuk ishte ajo që unë doja. Unë kupton, unë doja diçka tjetër, doja investigim, patjetër, pse jo, po e doja të faktuara me video filmike. Pastaj kalove te në televizion? Po, për të kthyer pak bëm një retrospektiv, sa më kujtove televizionin. Në Pogradec ka patur 2 televizione lokale, ka qenë Arve, edhe televizioni Sorshati, i cili është akoma dhe do të bëj një falenderim, sepse ka më shumë se 20 vite që raporton dhe ndihmon për promovimin e qytetit tonë, por unë punova tek televizioni Arve dhe kam qenë 16 vjeç në vit parë gjimnaz. Kam dhënë si intervista që po bëjmë ne sot, kuptohet në kushte tepër amatore, ato vite ishin është ndër dhe krenari që Pogradeci që në atë kohë ka patur 2 televizione lokale, që besoj dhe qytetet e mëdha, si kanë patur bëhet fjalë për vitet 2001-2002. Edhe hyra pikërisht në kohë fushat. Më provovi ai kryeredaktori atë shumë, dhe tha, okay, ti je dakord, unë jam dakord me ty dhe intervistoja kandidatët për kryetar bashkia, për deputet, nuk e di. Punova për 5-6 muaj, merrja një rrogë shumë të vogël. Mirë pak qëllimi nuk ishte rroga, po prap ndihesha i vlerësuar. Kam punuar për gazetën e qytetit, për gazetën O City, ndaj artikuj për zonjën Afroditi Gusha, të cilin e përshëndes sepse votimi i librit tim të dytë është bërë në atë shtëpi botuese. Edhe aty bëja çështje kështu tema kulturore, sociale, motivuese për të rinjtë, më thënë pak a shumë dhe për të kthyer tani nga mbrapa pak më vonë, aplikova në Top Channel, fillova punë në Top Channel tek emisioni Fix Fare. Te Fix Fare? Po, fillova te Fixi dhe kam bërë vetëm 2 episode. Dhe kuptova që asaj lloj gazetarie nuk po më tërhiqte. Kështu që isha gjithmonë në kërkim të diçka e tjetër. Gjithashtu kuptova që isha më profesionist kur shkruaj. Dhe realisht në të shkruar jam e ndjej veten shumë më mirë. Më thënë, është si thua e lindur. Dhe u ktheva prapë në gazetë. Po jo tek Shekulli, po tek gazeta Metropol, nuk e di a e kujtohet.
Ka qenë gazetë kombëtare, ka qenë gazetë shumë dinjitoze, nuk e di pse është mbyllur, sa po flasim për vitet e shkuara. Dhe ndërkohë doja të bëj master tjetër dhe fillova një master për teknologji komunikimi në Tiranë, master shkencor. Mbarova vitin e parë, pastaj mund të rikthehem në qytetin tim. Në qytetin tim u riktheva sepse pata një ofertë. Erdhi staf i ri, erdhi bashkia e re, erdhi partia e re, nuk dua të fut partitë këtu, po them një Ashtu ishte. një realitet. Edhe më bën një ofertë që ti isha këshilltar mediatik për kryetarin e bashkisë. Mendova pse jo. Në Pogradec të kontribuoj për qytetin tim. Dhe u riktheva, u ribashkova si thua me familjen e kemi shumë të rëndësishme, si unë, prindrit, vllai, kemi kushurira, shok, miq, jemi familje madhe, se po flas në përgjithësi, me gjithë kushurinë dhe jemi shumë të lidhur. Në sakt ishim se ne, unë tani jam këtej dhe Po sigurisht lidhet vazhdojnë. patjetër që vazhdojnë dhe më mungoj shumë. Po që kështu, domethënë jam një tip që jam rritur me shumë dashuri, kam qejf të qesh, kam qejf të këndoj, di të këndoj, di të bie kitarës. Gerdi, ky është libri me poezi me titullin Jo. Po. Keni edhe një titull me titull interesant, si nuk e kam, si e ka titullin ai Kemi interesant. libri 2 titullohet titull. Libri 2 titullohet titull. Titulli është titull. Titulli është titull. Dhe është Bisa do ta kem edhe atjetrin, besoj. patjetër, po unë sot harrova. Okej. Ke një shkrim shumë bukur, një poezi për baban. Me fjalë mua më ka ngel në mendje kur i ka recitu një herë të Po, ka qenë. lidhja shkrimtar me artistëve që bëm një aktivitet tu edhe ajo poezi me të vërtet më ka lënë mresa. A e ke të ky volum apo te tjetri? Poezia babait është A mundesh me na lexuar fije edhe për qefin tëmb edhe për qefin e teleshikuesve? patjetër Ardi, po përpara se ta lexoj poezinë, jo për t'ia humbur vlerat poezisë, por thjesht dua të bëj një falënderim për ty, sepse zakonisht falënderimin e bëjmë në fillim ose në fund, Do e bësh në mes. unë do ta bëj në mes. Okej, faleminderit. Është më mirë për. Është excellent. Ja. Dua ta bëj në mes sepse dhe spektatori tani e ka vëmendjen pak më të madhe, dhe vërtet kërkoj një falënderim dhe mirënjohje nga gjithë shqiptarët që janë këtu në Florida, po marr guximin të flas në emër të gjithë shqiptarëve që janë këtu, sepse drejt, të them të drejtën dhe të jemi sinqert, kur kam ardhur këtu, dëgjoja shumë vetë, Ardi, më ka ndihmuar Ardi, më ka bërë Ardi kështu, dhe vërtet falënderim edhe për vlerat që provon traditën, kulturën shqiptare, aktivitetet që bën, mban gjallë Shqipërinë tonë të dashur këtu në Florida. Një copës Shqipëri dhe aq më tepër këtë televizion të bukur që tani për tani është i vogël, po unë premtoj, ti premton që do ta bëjmë akoma më të madh. Vërtet. Thank you. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Okej. Tani sa ta gjejmë këtë? Se kemi edhe për nanën këtu. Okej, e gjeta. Poezia i kushohet babait, zakonisht babin është histori reale. Shpeshherë edhe sot e kësaj dite kur e marr që klasim në Messenger apo në Skype e gjej me ato syzet, edhe gjithmonë ka një libër para, se kemi edhe një bibliotekë shumë të madhe në shtëpi edhe ai vazhdon lexon, unë nuk e kuptoj pse. Por edhe Është ushqim shpirtëror. është ushqim. Edhe këti mash, Fjalë është me oreks mirë. po, edhe me oreks është shpirë. Okej, poezia titullohet Baba, se zakonisht gjithë poetët shkruajnë për nëna. Dihet lidhja e, po të themi e djalit me nënën, është pak më speciale, po babai është Baballarëve i kemi pak më tepër borxh. shumë e drejtë. Shumë e drejtë dhe unë mundova t'ja laj këtë borxh, e di që nuk ja laj dot kur, Në emër të gjithëve. në emër të gjithëve. Po marr prap guximin të plas emër të gjithëve. Dhe i them, baba, ti se mërzitur besoj. Që deri tani një varg për ty s'kam thurur. Baba, nëse keqen je ndjerë unë falje të kërkoj. Veç dije, me ty gjithmonë jam mburur. Po çfarë janë motivet e tjera para teje, shembull dhe idhur që kur si kam ndjekur. Më mjafton gjaku që nga ti kam në deje. Flenohem me ty, se je shumë i ditur. Ti, kur s'më qortove, baba? S'më the asnjëherë një fjalë të keqe, shumë gabonit birë dikur shtat. Ti në heshe gabimet një ndreqe. Baba, ti si e mërzitur besoj, që dy fjalë në poezi si kam dedikuar, me cigare në balkon të përfytyroj atje,
me syzet vend duke lexuar. Po koha kaloi shpejt baba, bashk shumë gjurra mbi to. Dhe nena, plot gëzim lidhjen ton pa, se si dal nga dal, u kthyer në shok. Shumë e bukur. Një përshëndetje. Duhet të duar trokas. Faleminderit. Shumë e bukur, shumë me vlera, me fjalë. Pastaj jetën e Shqipërisë e morëm vesh. Pastaj erdhët në Amerikë, u bën sa vite që keni larë në Amerikë? Arti bën në 10 orë bën 5 vite. 5 vite. Zoti ju ka beku këtu edhe me... Këtu është me 2 fëmijë, me bashkëshorte, kam familjen time të vogël, por dhe shumë të madhe njëkohësisht. Po ardha këtu nuk që e lehtë. Momentin sa duhet të them, nuk besoj se e parë. Gjithë kanë kalu vështirësi. Momenti parë që unë ndesha këtu, pata një shok emocional shumë të madh. Arrita deri aty sa po mendoja, dhe jo po mendoja, po mundosha t'i mbushja mendjen bashkëshortes time që hajde të kthehemi në Shqipëri. Se një ditë jepja një shembull. Po bëhet pamundur. Bashkëshortja nuk dëshiron të kthehej, kështu që gjithashtu dhe unë pa tjetër sepse unë ardha këtu dhe pastaj pas një, për të qenë sinqert, pas një 6-7 muajsh, i kam thënë vetes erdhe këtu, fokusohu këtu dhe duhet të arrosh, jo të arrosh Shqipërinë, po duhet të arrosh se çfarë ke qenë dhe çfarë jetë ke bërë, për momentin duhet të jesh këtu dhe të përshtatesh këtu dhe të hash ushqimin që ky shtet jep në mënyrë e duhur. Kështu që fillova me integrimin, nuk që edhe aq e lehtë, nuk dija shumë mirë anglisht. Dija të komunikoja, po jo shumë mirë, kështu që më penalizonte shumë për të filluar puna aty ku doja unë. Po nuk u mërzita, bash fillova, punova në construction, si fillim se nuk isha dokumentat e duhura për shkak të Covidit, se unë erdha në mënyrë të rregull, po për shkak të Covidit po më banoi në punës, po banua green carta, u detyrova punova në construction. Nuk ishte asgjë të keqe, mirë po nuk e gjija veten. Kështu që ndërova dhe disa punë të tjera, derisa në momentin që më erdhën dokumentat, ndërkohë vazhdonte përshtatja me Amerikën, këtu jeta vraponte, jeta nxitonte, njerëzit merrnin kafen në makinë, pinin në makinë, domethënë gjithçka ishte shumë ndryshe nga Shqipëria. Dhe unë rria dhe përsëri përjetoja atë shokun emocional, po tashmë më të reduktuar. Dhe dita ditës kuptoja që, shiko, duhet të vraposh dhe ti. Sepse unë po ecja, të tjerët po vraponin. Nuk bëja krahasime, se shpeshherë dëgjoj që bën krahasime, filani ka arritur këtë, filani nuk e kam në këtë prizmë. E kam në prizmën e përgjithshme që edhe unë duhet të nxitoja. Dhe vendosa nxitoj. Dhe në momentin që nxitova, fillova të zura një punë më të mirë, fillova pata besim më tepër në vete, fillova të shtoj familjen time, erdhi një jetë Noa, na gëzoi pafund, një fëmijë mrekulli. Ai ishte një moment kulminant në jetën time, nuk ti më kupton se çfarë emocioni është. Unë, domethënë, jam pa fjalë në momentin që Noa lindi, ishte një lumturi e pashpjegueshme që besoja që nuk do ta ndjeme, por ja që e ndjeva prapë se para 3 muajsh erdhi një jetë Arja, çupa ime. A shkruajtë në gjëmë në ato emocione? Po. Ke shkruajtë edhe Kam shkruajtur për në fakt për Arjan jo, akoma. Jo se nuk shkruaj, po dua ta ndjej plotësisht atë frymëzim. Sa dhe për Noan e kam bërë poezinë dhe e kam në faqen time si autor, në rast se do ta lexoj. Erdhi në momentin që unë vërtet e ndjeva që duhet ta bëja për fëmijët e mi. Në përgjithësi ndonjëherë shkruajmë instinktivisht, ai sa duhet bërë, po për fëmijët e mi apo për dashurinë që erdhi, prita sa erdhi edhe. Kështu që u rit familja, fillova të përshtatem më mirë, nuk mund të them se kam një përshtatje 100%, patjetër duhet kohë që të arrish ato synimet e tua, duhet kohë të arrish interesat që ke, qëllimet që ke. Problemi është që me ardhen e të fëmijëve, patjetër që duhet të fokusohesh në familja jote,
Dhe për pak kohë besoj synimet dhe qëllimet që kam do mbeten pak me një anë, po jo se do ardhë e pare. Pa tjetër sepse fatmirësisht e njoh veten time shumë mirë, e njoh që kam shumë vullnet dhe do arri aty ku dua. Pak ka shumë jam aty ku dua, po e të ke parasysh njeriu do gjithmonë më mirë. Kështu që Amerika është e mirë. I themi faleminderit Amerikës që na ka pranuar në gjilin e saj, sepse ndjehemi dhe ne si amerikanët, nuk ka asnjë lloj barazie, nuk ka asnjë lloj dallimi apo kështu që është okay. Gjatë kohës që ke qenë në Shqipëri, ke shkruajt këngën për Ermira Babaliun apo këtu në Amerikë? Po. Këngën e Mirës e përshëndes Mirën dhe e ftoj të na vijë këtu. Sa na marrë Shpresojmë që do na vi. Do t'i bëjmë një ftesë të dy, sepse edhe Mira ju njinte ju, sepse fola. Edhe nëse. Edhe lindi po pinim kafe me Mirën dhe me një shokun tim piktor, sa herë vinte në Bogradec, dhe shokimi kush është piktor. Edhe ai jeton në këtë lagje që jemi këtu. Edhe Angelica Krifti, po, edhe e përshëndes, është nipi Todi Matos, i cili ka qenë një nga piktorët e parë në qytetin e Bogradecit. Po. Edhe Mira kishte qef kështu, edhe ka qef. Ka shumë botë, ka shumë filozofi. Dhe jo dua një këngë, po dua një tekst kështu, dhe unë ndërkohë e kisha bërë poezinë, po e ditur se do bëj këngë, dhe po e kisha bërë për qefin tim, thash Mira, po lexoj këtë. Me kisha libër. Po, kjo është, mos e diskuton. Është ajo dua, po, dua sot të pi një gotë ta becëri me shpirtin tim, me ta bëj dalli me unin tim. Unë ti e di se ka herë hobi em është edhe DJ edhe në këto partit që kam pa drejtën e autorit as tonë. Jo, po shumë as Mirës, ne kemi kënaqësi. Unë e vendos çdo herë. Pa përjashtim. Me fjalë, të kam vënë. S'ka rëndësi nëse e bëj edhe me Amerikan Partin, atë kanë të vendi. Po se është këngë që ti jep dhe optimizëm, po edhe të trishton. Domethënë, ta jep atë ndjenjën. Unë e shijoj. Okej. Shumë mirë. Kështu që kështu lindi dhe Mira na dakord. Tani jam duke folur me Vedat Ademi. Pata një mesazh nga Vedat Ademi. Dhe jemi duke bashkëpunuar për një këngë të re, po pres sinjalin prapë të më thot. Dhe besoj dhe me Vedatin do dalë diçka e bukur. Sukses. Faleminderit. Megjithatë jemi në pritje, sepse dhe Vedati jeton këtu në Amerikë. Po. Nuk besoj që vetëm ky është plani juaj, me fjalë. Keni ndonjë plan tjetër pak më të madh që keni qef me share me ne? Patjetër, në rast se flasim për plane në vijën e artit dhe të poezive, dua që këtë libër që kam këtu, dua ta përkthej në anglisht. Dhe dua të ofrohem në një shtëpi botuese, nuk e di njeriu duhet të provoj të guxoj një. Kështu që plani më afatër shkurtër është ky. Dua të përkthej librin dhe ta paraqes në një shtëpi botuese, ndoshta ecën, ndoshta megjithatë edhe në rast se nuk ecën, nuk përzitem, thjesht e provoj. Ndërsa për planet të tjera patjetër kam ndërmend janë disa shkolla 2 vjeçare apo ndoshta edhe një master dhe me gjatë nuk e di, por nuk kam diçka konkrete akoma sepse siç thash, i gjithë fokusi im është te fëmijët edhe te familja ime, kështu që tu në Amerikë step by step. Step by step, thonë këta xhamar, step by step. Duhet ta shikojmë atë pikturën e madhe. E vërtetë. Kështu që jashtë shkallët kur i gjit një nga një, jemi i sigurt. Këtu në lidhje me komunitetin shqiptar që është këtu në Florida, je i angazhuar? Për të qenë sinqert, jam shumë pak i angazhuar. Për shkak se, siç thash kur ardha, pësova atë ndryshimin, pata interreqje, por vura re, sepse bashkëshortja ime ka qenë shumë e angazhuar dhe më flisë her pas here që kemi bërë këtë aktivitet nga Ardi, apo kemi bërë këtë nga Ardi, apo këtë me Ardin. Kanë qenë me grup. Po. Okej, po që dhe ideja është që më pëlqyen ato aktivitetet, jo për festën e shërimit, për pavarësinë, për festën e nënave, të grave, dhe vendosa që dhe unë tashmë të bëhem pjesë akoma dhe më tepër. Kështu që të thash, të premtoj që do jem akoma dhe më afër. Gjithsesi me atë lidhjen e shkrimtarëve keni ardhur 1-2 herë në këto eventet e shkrimtarëve, me ato ke ardhur me vetë. Patjetër.
edhe aty ka funksionu bukur. Po, ajo është gjë shumë e bukur. Është e pa imagjinueshme që në një vend kaq të vogël me fjalë, unë them Clearwater është zonë e vogël në raport me Chicago, New York me të tjerë. Jemi kaq shumë. Edhe kaq shumë shkrimtar në një vend me fjalë. I don't know, ai frymëzon Ndoshta kjo bukuria dhe ky flati që është gjatë periudhës së dimrit dhe ndoshta po ke shumë të drejtë dhe është një mirë organizim shumë për të patur zili. Sepse këtu ka dhe që i vjen violinës, tashmë lexova që po bëhet edhe një aktivitet me fëmijë që këndojnë. Po. Dhe u surprizova dhe i uroj shumë suksese gjithë stafit, bëhet një festival. sepse është të punosh me fëmijët dhe për fëmijët është kryesorje. Ato dy Armandoja, që është maestro i këtij organizimi, edhe Jola Kamenica, janë të dy që kanë fillu punën qysh në shtator, por këto 6 muajin e fundit me fjalë ato kanë qenë kështu non-stop me kalamajt edhe me të thonë drejtën është e lodhshme e vështirë Për të duar trokitur. për të duar trokitur i Dhe lumtur. kur mendon që sa duhet thënë, kur mendon që nuk ke asnjë interes personal monetar, kjo është akoma më shumë për të duar trokitur. E vërtet. Kështu që i përshëndesim. Kur ka qenë hera e fundit që keni shkuar në Shqipëri? Kjo është pyetje shumë e bukur. Si thash, kur ardha këtu nuk kisha letrat. Dhe kaloi një vit. Kaloi pothuajse edhe një vit tjetër. Dua të ikë Shqipëri, dua të ikë. Erdhi, në momentin që ardhi green karta, kam qenë në 2023-shin, gjaja e parë që bëra javën e parë ika në Shqipëri. Pleva biletën, vajta gjithë qef. Por problemi është që gjysmën e shokëve i kam flet tashmë. Dhe po të veç Pogradec tani, shumica e pogradecarëve kam ikur. Ashtu? Po, patjetër, ikin ose në Tiranë, ose në Amerikë. Por përgjithsisht në Amerikë ka shumë pogradecare. Edhe pata një zhgënjim, jo nga pesazhi, jo nga familja, jo nga shtëpia, patjetër ishin të njëjtë. Jo nga mbi, po të muajnë shoqëria. Po nuk isha gjithë shokët. Gjithsej. Që u ndoja, pata një periudhë shumë të mirë, u kënaqëm, kaluam bukur, por problemi vetëm ishte që këte kisha lënë Familjen, shokët, shokë tjerë. në atë kohë Noa kishte lindur dhe më mori malli për djalin shumë. Dhe në një moment fola me inën dhe si po kanon tash me bashkëshortën, duhet ta pres biletën të kthimit më shpejt sepse më ka marrë malli për djalin. Që dua të them që kudo që ti jesh familje është kryesore. Familjes. Dhe pastaj vjen vendi tënd apo çdo gjë tjetër, po është familje. Kur po bëni muhabet pak më parë më the se keni qenë 3 shokë apo 4 shokë dhe ato janë Chicago, Po ja, këtu jemi 4 shokë. Aha. Jam unë, që jam mi freskëti që kam ardhur, është Naomil Prifti. Naomil jeton në St. Louis, Naomil është doktor Okay. në një urgent care. U bë doktor, se duhet thënë dhe kjo, pasi punovi kamarir, jep të provime, jep të ato si kini ju step 1, step 2, step 3, dhe më në fund të bë. Dhe I lumt dhe sakrifica, e di sakrifica. dua pikërisht prandaj na tregova pak me detaj se vjen doktor vet, kam dhe Nandi Orgolli, të gjitha janë arritur në kjo lagje. Te kjo lagje. Po. Nandi tashmë është avokat në Chicago. Avokat. Po, dhe është goxha, është edhe i njohur tashmë. Dhe kam dhe një shok tjetër, Filior Gaxhi, Filiori merret me biznes, me këto riparimet e sediljeve të. Më thënë ata e kanë gjetur mirë veten, takohem mirë pasere, sa po na del rasti, sepse dhe ata janë me nga 2 fëmijë, unë jam me 2 fëmijë, mundohen në suportojnë në marrin telefon në kuptimin që na tuaj nëse do ndonjë ide, nëse do diçka, si mund ta bëjmë, kështu që i falenderoj dhe shokët e mi, jemi shokë që në moshën 3 vjeçare. Gerti, Parli. si nisi rrugtimi juaj poetik me fjalë, ndodhi diçka, kishe në moment zyrtar ku u njohe në publik, në më gjërm, në rrjetet sociale, në rrethin e Pogradecit, morat emër me fjalë, çfarë ndodhi? Shiko, kjo është një histori shumë e bukur, që unë dua ta them. Bërë shumë mirë që më pyete. Sepse kam një falënderim shumë të madh për të bërë për një person që më futi në këtë rrugë.
Isha duke pirë kafe me miqtë e mi dhe pa pritur më bie celulari. Shikoja Sebastiana Kërxhalli. Shoqja ime klasës në gjimnas. Në atë kohë ishte më duket stend ministre ose merresha me projekte. Në Pogradec më thonë Gege. Asnjëri s'më thot Geshti. Më thonë Gege. Edhe më thot Gege, mbaj mend që ti ke shkruar se në gjimnas më bëhe poezi dhe i lezoja. Tash unë po Sebastiana, po nuk kam poezi. Okej, sa po bëhet një konkurs e organizon Ministria e Kulturës. Dua patjetër që ti të marrësh pjesë sepse mbaj mend që ishte shumë i mirë në poezitë që bëhe. Për hir të së vërtetës, i them, shiko, Sebastiana thash unë kam një poezi që e kam bërë që në vit 2 gjimnas. Po e nisa të thash dhe E kam gati. E dërgova me email dhe e pjera mendjen që unë pas një muaj mbi telefoni. E poezia jote tha ka kaluar për në finale. Wow. Kështu që të mirëpresim në këtë datë në Ministrinë e Kulturës. Habita poezi me një 15 vjeçari, në atë kohë 16 vjeçari. Dhe si përfundim që mos e zgjat shumë, ajo poezi mori vendin e parë. Por problemi, domethënë gjëja e mirë ishte gjëja që më dha forcë, ishte që Ministria e Kulturës i mundsonte një libër falas poetit që merrte çmimin e parë. Dhe këtu si të thuash që detyrova të bëj libër. Ato të bëjnë librin falas. Po, libri u falas dhe libri. Cili ishte ky libër? Ky është libri detaj, është libri i parë. Libri i parë që kam bërë dhe i falenderoj shumë. Më fal, sa libra keni deri tash? 3 libra. 3 libra. Jo, titull dhe detaj. Libri detaj u prit shumë mirë nga publiku, unë i botua. Dhe promovimi ishte shumë i bukur. Promovimi ishte prapë në Ministrinë e Kulturës. U ndodhen shumë televizione. Juria, paneli ishte i nderuar. Ishte Monika Safa, ishte Meri Lalaj, Liespas, ishte Kozeta Savalani, ishte edhe Angelica Kprifti, shoku i sa bëri kopertinën. Dhe doli një promovim mjaft i bukur. E falenderoj dhe gjej rastin ta falenderoj shumë Sebastiana Kërxhallin, e cila zyrtarisht më futi në rrugën e botimeve të poezisë, sepse unë nuk kisha ide se si botoj një libër, i shkruaja për shefin tim. Dhe kështu pastaj librat pasuan njëri tjetrin. Nuk është se ka një lidhje kjo Kërxhalli me Inën, me mbiemrin e Inës? Ja, kushërim, po. Kushërim. Patjetër. Pas keni pas si të fejun atë. Jo, është pamik. Histori e bukur, e? Si mendoni për rrjetet sociale? A janë ato që e promovojnë artistin, janë ato që e promovojnë shkrimtarin, me fjalë, sepse shikoj ka shumë shkrimtarë që janë të fokusuar vetëm në rrjetet sociale, shkruajnë aty, botojnë aty, edhe kanë gjetë karar. A mendon që libri është më i bukur apo rrjetet sociale? Cili është opinioni juaj? Kjo argje është si puna e monedës që ka dy faqe. Po marr faqen e mirë, pozitive. Një rrjet social është produktiv për vendimin tim. Sepse jep mundësinë çdo njeriu, po themi edhe dikujt që nuk është shumë i talentuar, apo dhe dikujt që është shumë i talentuar, jep mundësinë që të nxjerrë vlerat dhe, po themi, fytyrën e vërtet apo produktivitetin e tij se sa ai mund t'i japë. Që do të thotë, ai bën një poezi dhe qëllon me rastësi që e lexon të themi një specialist i asaj fushë. Dhe kështu nis pasaj karriera dhe nis çdo gjë shkon në rrugën e dur. Ana e keqe është që ka dhe shumë pantashë të pyetja sen, sepse jemi në demokraci, po që ka shumë poezi të dobta, ka shumë dhe që njerëzit shikuesi i selektojnë. Patjetër, dhe problemi është që njerëzit dinë si të selektojnë. Rrjetet sociale nuk kam vetë një faqe, sepse normalisht duhet të ecim me hapin e kohës. Isha shumë kundër në fillim. Gjithë poezitë që kam shkruar i shkruaja me dorë, mirë po tani kam filluar i shkruaj edhe unë në kompjuter ose në celular, sepse për hir të së vërtetës më shkurton dhe mua kohë. Edhe e ndjej veten që kur postoj një poezi dhe marr komente, marr like, ndjehem mirë, kupton. Kështu që për sa kohë rrjeti social i jep autorit të ndjej lumturi, edhe të ndjehet mirë, të ndjehet pozitiv, kjo ta them unë që do i shtoj frymëzimin, do ta inkurajoj, inkurajimi është gjithçka.
Kështu që pse jo, le të ketë rrjete sociale. Unë për shembull kam njoftë nga rrjetet sociale dhe poezitë tua mi ka prezantuar gruaja jeme, me fjalë ajo i ka gjetë dhe më tha ai burri inës ta ka një pen të mirë, shkruan poezi të mira. E shikon si? Edhe ajo pastaj më shtypi kuriozitetin edhe lexova dhe aty e mora vesh si ti ishe shkrimtar. No, sinqerisht, në fillim, janë fillimet kur shkruaj. Kur ardha këtu. Po prandaj them që shikon, njeriu domethënë spikat diku. E vërtetë. Pastaj libri është tjetër, libri është nesar, libri duhet bëj një thirrje që mos ta harrojmë librin, të vazhdojmë, libri duhet lexuar. Libri është tjetër nivel nga. Duket se edhe kur keni bërë promovimin e librit me titull, Po, ka qenë diçka e veçantë. edhe këtu kam në fakt një falenderim për të bërë. Falenderoj shumë regjisorën e atij organizimi, Dasara Xhangolli. Dasara Xhangolli është tashmë një regjisore dhe aktore shumë e mirënjohur edhe në Shqipëri, për momentin është në teatrin profesionist të Korçës. E përshëndes Dasarën dhe e falenderoj. Dasara hodhi ide që po bënim një debat, si të thuash. Por e tha, dua ta bëj këtë promovimin e librit tënd sepse i pëlqejnë poezitë e mia. Madje edhe i ka recituar. Po kam një ide tha tjetër, nuk e di sa dakord je. Edhe unë tekstualisht e kam parë shu dhe i kam thënë Dasara, dhe unë dua ta shikoj në fund. Nuk dua të di asgjë. Patjetër kjo është besim në Dasarë. Dhe mori 2 muaj, derisa u bë promovimi, dhe kur vete aty zbuloj që promovimi ishte bërë me një skenografi fantastike pranë nga shoku im Angel Krifti, dhe ishte ngjitur me shpinën e Angelit, edhe skenografia që në lagjet o plesit, shikoj violinist, shikoj pianist, shikoj dhe aktorët e qendrës kulturore të Kobradecit. Nuk e di as çfarë ndodhte. Thash si më kanë bërë. Shikoj këngëtar me këngët e mia të preferuara që unë kam shumë qejf, këngët e Piro Çakos. Edhe aty pasaj bëra lidhje. Pasaj filloi promovimi, aktorët bënin biseda me poezitë e mia. Pra njerë, e ishte titrit, e vazhdonte titri, po, çoheshin, interpretonin, ndërkohë vazhdonte piano, ndërkohë violina, ajo ishte një mrekulli. Unë beta pa fjalë dhe në momentin që mbaroi ajo pjesë e promovimit dhe unë duhet të flisja për publikun, sinqerisht kam thënë vetëm një falenderoj që keni ardhur, Dasara falenderit të dua shumë dhe kaq. Nuk thash dot as fjalë tjetër sepse u emocionova, u përlota, ishte diçka fantastike që mu interesuan, pasaj u bë edhe pak virale në për këto media e Anila Bashës apo kudo. E mbajmë se sot pati e thash një intervistë për Anilën, më shkrojti, ku që ajo ishte një, nuk e di, ajo lagje dhe ajo qytet ka nevojë për promovimet e atij standardi. Mirë po duhet dhe regjisorit jetë një standardi të lartë. Kështu që ajo është kujtim shumë i bukur i jemi. Ashtu sikur se Kliru Odri që thamë që vinë këtu edhe sigurisht që vinë edhe midamar, janë edhe shkrimtarë dhe vinë edhe nxjerrin pa talentin e vet edhe shkruajnë. Edhe në Pogradec ndodhi fenomeni i tillë. Kam 2 miq të mi, një shoqe time, doktoresh, Fatbar Daxhani, dhe një profesor fizike, Buran Tambaku edhe ai. Shkojnë në Pogradec nga 3 muaj atje me pushime edhe janë piktorë të mrekullueshëm. Tash i kanë filluar me bë piktura me ideal, i bëjnë si kartoli, amazing, fantastike. Të frymëzon vetë qyteti apo me qëra fjala më tregon diçka për poetët ose për artistët në përgjithësi, artistët e Pogradecit. Patjetër, unë para se të nis të flas, kam qejf të lexoj një poezi për qytetin tonë. Okej. Për Pogradecin. Bëhet të lexoj njësë. Patjetër. Ja, një minutë ta gjej këtu me kështu. Qyteti. Vetëm që si mbaj mend, S'ka gjë. më qenë ka në fund. Është shumë akoma. Okej. Atëherë poezia titullohet Qyteti im. Sikur më përshëndeti liçeni sot. Një dallgë e ti në breg mu qas. E fladi, shtyzi dha mendimit, e ëndrë ngriti mbi tallas. Sikur më qeshi liçeni sot.
u budulis në krivec, e një zgalej më përshpëriti, ti shpirtin ke në Pogradec. Si që dini, zgalemi është emblema e qytetit tonë, në lasgushi që në nosit. Por, për të kaluar të pyetja, është një qytet, si që thatë dhe ju, nuk e di nga vjen gjitha i frymëzim, sepse vërtet, të falë një qetësi shpirtërore, apo me pesazhin, me liçenin, me pulpardhat, me është çdo gjë perfekte, aq më tepër që pogradesarët e vjetër bëjnë verë vetë, e prodhojnë vetë, dhe është shumë i njohur. Është aq i njohur për verë Pogradeci, sa ne kemi dhe festën e verës, që bëhet çdo vit dhe është festë me përmasa kombëtare, mund ta them pa frikë, sepse kam organizuar vetën të tillë. Por ka shumë poetë dhe piktorë. Poetët dhe piktorët i kemi pafund në Pogradec. Kemi piktorin Anastasio Sandini, që është nga piktorët më të mirë shqiptar, është piktor i merituar, gjithë pas që ka qenë piktor Skënder Lako, për të kaluar të Engjeli, të vllai i Marti Mulla, dhe ai është piktor shumë i mirë që i ka dhënë atij qyteti, ka patur studio atij. Ka plot të tjerë, të më falin shumë ata që nuk pa i kujtoj dot, për të kaluar të poetët që është Dimitër Kojanaku. Dimitër Kojanaku ka fituar çmimin Penda e Argjend, që Penda e Argjend është do të thotë libri më i mirë në Shqipëri për atë vit. Ka votuar edhe, është votuesi i librit tim, është Ilir Shyta, është poet shumë i mirë, është Enea Ruçi, prap ndoshta tani dhe nga emocionet nuk kujtohen të gjithë, po ka pafund piktor edhe poet. Do ngelet në një që nuk ja ke përmend emrin dhe ta shpoj ngelet hati. Edhe do t'i merret hati. Po do ta shkruajmë atje, do t'i Patjetër. I premtojmë. Do t'i shkruajmë. Kështu, përveç të shkruajturës, çfarë pasioni tjetër keni? Si që thash më parë, më pëlqen shumë të këndoj. Kemi kënduar shumë kur isha në Pogradec. Kam pasion të lexoj shumë, kam pasion, pastaj kam qenë basketbolist shumë i mirë. Kam qenë me ekipin e të rinjve në Pogradec dhe kam luajtur për rreth 12 vite. Aq më tepër që por ardha këtu bëra edhe këtu një ekip basketbolli që bënim me këto ligat neighborhood që i thon këtu. Edhe mirë po jam i shkurtër dhe isha organizator dhe isha shumë i mirë dhe vazhdoj luaj basketboll sa herë që kohë të lirë, shkoj luaj. Kam domethënë na e krijon një ekip shqiptar. Patjetër, pse jo. Kenga dhe basketbolli janë dy. Edhe i diçka tjetër, ju jeni shkrimtar, vllai është piktor, prindrit? Me rregull. Babi është mësues, gjyshi ka qenë mësues, stërgjyshi ka qenë mësues, ka mbaruar Istanbul. Dhe më duket se babai stërgjyshi i bie në gjyshi stërgjyshin, ka mbaruar në Egjipt, po për mësuesi. Nga babai janë tërë mësues, po dhe babai shkruan. Shkruan. Po shkruan, e pas edhe shkruan. Edhe Xhaxhai ka qenë në estradën e Korçës, në aktor, ka edhe disa filma. Cili? Edip Mullaj. Mullaj. Ka disa filma, nuk është se shumë i njohur, po ka, domethënë ka qenë shumë i talentuar dhe mamaja ka punuar në gjenet civile, mirë po ajo është një adhuruese shumë e madhe e poezive dhe artit. Është geni ndoshta, kështu që është geni qytetin, mblidhen gjitha. Mblidhen të gjitha, tamam, mblidhen të gjitha, po që jemi një familje që e dua Martin, kështu. Dhe i falenderoj dhe prindërit e mi që të rritesh me aq dashuri dhe me aq suport për çdo gjë, ka qenë një suport maksimal. Kështu që Atëherë, poezinë e djalit do të na e... Po, patjetër. Poezia titullohet Noa, djali im quhet Noa. Dhe i them në poezi: Doçkat e vogla mi zgjat, e syçka trotullon kur unë derën hap. Por ti akoma se di se unë kam shumë fat, qa pas hapi ecjen tënde do kap. Po ç'janë ka kjo dashuri kështu më thoni, që për te materje se shpirtit shkon? Ç'janë ka kjo ndjenjë mbi ndjenjat më tregoni? Kjo hoje blete, ky ilber që s'ki don. Do rritesh biri im, dal nga dal lonjosh botën, të mbushur me ligësitë të tjerëve. I bindur jam, se ti kur të rritesh,
do rësohesh nga ana e të mirëve. Kur të rëzohesh ndonjëherë qesh, le të kesh dhimbje, do kaloj. Se jeta ndonjëherë edhe na përqesh. Ti qesh dhe për qeshjen merre si loj. Edhe kur ndoshta maja të arish, të kesh pushtet, e lartë të qëndrosh, ri i njajti biri im, i thjesht me smiq, nuk ka arsye që të ndryshosh. Qesh o drejt dielli, qesh, se kur ti qesh në qellave të koha, me vra prej të fshien pas malesh, se po qesh i embli, i bukur i noa. Shumë e bukur. Faleminderit. Shumë e bukur. Faleminderit edhe besoj që nuk do kishte mbyllje më të bukur edhe për emisionin ton me këtë poezi fantastike. Kjo është mbyllje perfekte, unë të falenderoj shumë për ftesën, falenderoj gjithë dëgjuesit e televizionit më të ri Florida Shqiptare, ju falenderoj për të sinqerisht. Atëherë, të dashur miq, kjo ishte emisioni Zëri juaj, historia juaj me Gerdi Mullajin, të cilin në emrin tuaj e falenderoj përzemërsisht që ishte pjesë e emisionit ton për sonte. Gerdi, faleminderit atëherë edhe një herë. Faleminderit. Edhe mirëmëngjesim, gjithë mirat. Faleminderit.